Mirëmbrëma. Zbuluar në Afrikë, miniera e floririt më e madhe të gjitha kohërave, me një vlerë marramëndse. Dëgjojeni me kujdes. 31 milion ton flori. T'jau përsëris. 31 milion ton flori, që është parafërsisht rreth 13 trilion dollar, ose më mirë 13.000 miliard, një gjë e tillë. Pra një vlerë kaq e madhe që duhet të dini që kjo vlerë, pra ky flori i gjetur, është i barabartë me të gjithë floririn ekzistues në botë. Tani lind pyetja, sepse u gjet para në vitin 2023-2022, në fund vitit 2022, por në vitin 2023 u bë publike, por unë dua ta ndaj me ju sepse do t'ju pyes për diçka tepër serioze. Dëgjojeni me kujdes, sepse për ata që nuk e kanë kuptuar, lufta nuk është ashtu siç mendojnë dikush, ose këto konfliktet, por janë shumë të qelluara, me një zgjuarsi marramëndse. Si gjithmonë, kush është rastësisht nëse nuk e ka bërë ende, bëjini like faqes dhe videos si të shihemi sërish dhe faleminderit që jemi përbashkë. Si që thash, në fund vitit 2022, fillimi vitit 2023, u bë një zbulim kolosal në Afrikë, në Uganda. Në Uganda u zbulua një minierari më e madhja e të gjitha kohërave, me një sipërfaqe, sepse ata llogarisin sipërfaqen parafërsisht, një sipërfaqe sepse nuk është se i gjetën gjithë florinë dhe e morën. Jo, nuk është kështu, do t'ja u them se si. Por një sipërfaqe që sipas llogaritjeve që bën, i bie që të jetë rreth 31 milion ton flori. 31 milion ton flori. Pra parafërsisht rreth 13 trilion dollar. Dhe ajo që të bën më shumë përshtypje është fakti që se si u zhvilluan gjërat më vonë. Dëgjojeni me kujdes. Sot floriri ka shkuar në maksimum, por prisni pak sepse duhet të dini diçka tepër serioze. Po flasim për kontinentin afrikan. Në kontinentin afrikan ka miliona banorë, që tani nuk do të bëj llogarinë të gjithë shteteve, por duhet të dini që 40% e floririt që gjendet ose që shkulet nga Afrika është e barabartë me të gjithë botën. Me fjalë, në të gjithë botën ka 40% që del nga Afrika. 40% e floririt. Bile do t'ju them, 30% është nafta që del pikërisht nga Afrika. Madje rreth 12%, mos gaboj, ose 14% të diamantëve dhe pastaj metaleve tjera. 8% është gazi e kështu me radhë. Tani po flasim për një kontinent që në këtë prizëm, që ose të bëjmë llogari këto shifra që ju thash, i bie që është një nga vendet më të pasura në botë. E megjithatë, njerëzit nuk arrin të hanë bukën e gojës, vdesin për të ngërën. Ku qëndron problemi sipas jush? Pse gjithë ata emigrant të vinë drejt Evropës? Pse gjithë ata emigrant të vinë drejt Evropës? Dhe pastaj, është e çuditshme se janë vetëm të rinjt, jo të vjetër, të rinj vinë, sepse të rinjt janë ata që mund të bëjnë raprezali ose mund të shkojnë diku. Por e çuditshmja është që të vjetrit, pra të moshuarit dhe të rinjt, nuk munden, sepse nuk kanë forcë që të ngrihen në këmbë, si do ngrihen, me se, nëse nuk ka të rinj. Pra, u shpërngulën rreth 11 milion, parafërsisht ndoshta edhe më shumë, ata janë me miliona, miliarda në Afrikë, por sidoqoftë 12 milion u shpërngulën. Të paktën këto janë shifrat e thëna. Dhe të rinj këta, dhe erdhën në Evropë. Tani, pas pak do t'i çojmë prapë andej, sepse u doli ligji që t'i çojmë prapë andej. Tani lind pyetja, si ka mundësi që këta, pra i gjithë popullata, duke qenë, siç thash dhe më përpara, një nga vendet më të pasura në botë, pra i klasifikuar vendi i dytë ose i tretë, të mund të katadiset kështu populli, pra tjetë në vendin e fundit populli afrikan. Pse? E keni kuptuar ndonjëherë, ose e keni bërë ndonjëherë pyetje? Shiko, kam vënë re që edhe shqiptar nga Kosovë, Maqedonia, Malizi, edhe nga Vlora, kam parë nga Tirana, që shkojnë në Afrikë. Shkojnë në Afrikë dhe bëjnë biznes atje. Bile disa prej tyre kanë ndëjtur aty dhe burare disa shifra marramëndse për sa i përket floririt e tjerë, apo minerale apo gjëra tjera. Dhe nëse keni vënë re, shkojnë shumë mirë. Shkojnë mirë sepse normal që një shqiptar ditë sillet, ditë komunikoj dhe derisa arrin në rangët e larta,
sepse jo të gjithë mund të ndodhin dhe probleme. Kështu që shqiptarët arritën deri diku dhe kanë bërë biznese të mëdha. Por sa janë shqiptarë? Janë shumë pak. Në krahasim me ata që marrin vërtet floririn. Pra nuk po flasim për shifra budallëqe, për shifra të vogla, për aq sa marrin shqiptarët, jo. Por po flasim për shifra të mëdha, për ton të tëra, ton me flori. Sepse ky është problemi kryesor. Nëse çdo vend, pra çdo vend kudo që gjendet në këtë planet, të menaxhoj, të menaxhoj atë çka vjell nga vendi i tij, unë them se secili jo vetëm që do të jetoj si mbret, por do të jetoj mirë të paktën. Por dikush, sepse ky është problemi kryesor, dikush ka triliona dhe dikush ngordh për të ngrënë, ose mirë vdes për të ngrënë. Okej? Tani unë them ngordh sepse ne nga Vlora i themi kështu. Dhe kam vërejtë që disa shkruajnë se më kujtojnë se nuk di shqipen. Po jo, nuk është kështu. Dhe po thosha, është e çuditshme se si një vend kaq pjellor, si gjithë Afrika, të mund të kataniset shumë. Le ta marrim dhe për Ugandën. Ugandën, për shembull, që në vitin 1998 është ai presidenti që kanë ata. Që në vitin 1998 është ende aty. Tani, disa thonë që i kanë plaçkitur një pjesë të këtyre pasurive, megjithatë sa kanë marrë, sa mund të kenë marrë. Sidoqoftë duhet të dini që sapo u zbulua kjo miniera, në vitin 2023, fill pas lajmit të madh, u dyndën me qindra. Mirë po, kinezët u treguan më të zgjuar. Kinezët arritën atje dhe bën një kontratë direkt me këta. Sipas gjasave, kishin arritur të parë, ndonse unë mendoj që ishin kontrata që kishin bërë që paraprakisht, që ishin marrë vesh me ata që marrin vërtet arin. Megjithatë, kinezët investojnë, pra kanë investuar duke filluar që nga viti 2023, dhe do të investojnë për 20 vjet duke nxjerr arin. Mirë po, ishte vendosur që 1% do t'i lijej vendit, pra 1% do merrte Kina dhe 1% do rinte vendit. Meqense Kina do të vendoste makinerit dhe njëkohësisht forca e krahut, pra forca punëtore megjithatë ishte e vendit, pra nga Uganda. Dhe çudia është që me kalimin e kohës filluan që të reduktonin përqindjet e Ugandës, duke thënë që jo, po nuk mbetet aq, jo, po kaq. Dhe në fund fare doli ministri dhe tha publikisht, në fund fare tha, nga llogaritë që kemi bërë, tha, maksimumi, tha, arrim, tha, 1%, me një fjalë të vlerës së vërtet, të asaj që del. Sepse, normal, janë makinerit, problemet që mund të kenë punëtorët, etj. Ndoshta edhe përqindja që merr dikush tjetër, nuk dihet se si, por ai tha, ka mbetet ta jo më shumë se 1%. Dhe këtu të bën të mendosh që pothuaj në të gjitha vendet ndodh e njëjta gjë. Pra në të gjitha vendet ku ka pasuri kombëtare, si për shembull edhe në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, Malzi, me një fjalë, vin dikush nga jashtë dhe thotë ne kemi teknologjinë, thotë, ne do bëjmë, thotë, pastrimin e këtij materiali që ta nxjerrim ashtu siç duhet neto dhe marrim 1% etj. Mirë po, është e çuditshme se si pse nuk investon shteti tek pikërisht tok teknologji ose tek këto makineri dhe ta bëjnë me vendasit, pra me njërin nga vendi. Pra ti investoj vetë shteti ose dhe sikur mos ti investoj shteti, ti investoj një privat, investoj unë. Unë për shembull shkoj, marr makinerin, nëse më japin një kontratë, për shembull, më japin një kontratë 10 vjeçare, 20 vjeçare, 10 nuk ja del, por të paktën 20 vjeçare dhe më shumë. Dhe e nxjerr një i vendit, pra një vendas, thash kështu për shaka unë, për të thënë që të simbolizoj një shqiptar. Por po thosha, pse nuk e bëjnë kështu? Pra, të mani mend që ajo çka u fol për këtë shumën e madhe në Afrikë të gjetur të minierës së arit është e vërtetë. Por sa i mbetet vendit, pra sa i mbetet popullit të thjeshtë? Asgjë. Natën e mirë, ju përqafoj.